Përshëndetje, edhe sot kena përgatit një recetë shumë të mirë. Fillojmë. Fillimisht për me përgatit brumin na nevojiten 400 ml ujë. Këtu tek uji shtojmë një lugë të mesme kryp. Për ta bërë brumin edhe më të mirë, shtojmë një lugë të mesme me uthull sallate 9%. Vazhdojmë përbërësit i përzim mirë derisa krypa të filloj të tritet. E pastaj, krejt në fund e shtoj mielin duke e përzi derisa brumi të troshet. Për brumin mu mundeshtën 550 gram miell. Pasi e kam lanë me pushu mirë, për afërsisht 15 minuta, unë e marr brumin tash edhe ndoj në pjesë më të vogla. Tash e shikojmë pra brumin, pra e formojmë, e përzim pak edhe e ndojmë në pjesë të vogla. E pastaj se cilën pjesë do ta formojmë kulaç, pra kështu, çdo pjesë nga një kulaç të vogël. Gjithsej pra po e vrini që kam ndarë nga ky brum 12 kulaç. Tash po e marrim kulaçt një nga një edhe po i qelim, ose po i hollojmë kështu si në video. Është një mënyrë tepër e lehtë edhe e shpejtë e gatimit të përpiqet, një recetë që ja vlen ta provoni, pse jo. Unë kam vendos me përgatit një tepsi, por për më shumë persona lirisht mundeni masat me i dyfishu edhe me i përgatit 2 tepsia. Tash kështu i qelim mirë edhe i lajmë të gjitha anash. Shumë shpejt kena me përgatit edhe recetën e sotit. Pasi i kam hap kështu krejt mirë, tash marrim gjalp të shkrirë, pra për peqin për sot kam vendos me përgatit vetëm me gjalp. Të gjitha petat do t'y lyej me gjalp në mes. E pastaj do të vendosim petën njëra mbi tjetrën. Të gjitha petat pra i vendosim njëra mbi tjetrën duke e bërë një petë kështu. Pra të gjitha i bojmë bashk, po i lyej mirë, pra me i ndyrë. Edhe tash kemi arritur gati në fund, edhe këto petat e fundit na kanë mbetë. Vazhdojmë tash edhe petën e fundit, e mandej brumin do ta la që të pushoj mirë, për afërsisht 15 minuta në friz. Mund ta leni edhe në frigorifer, por duhet ta leni më gjatë. Pra, në friz për 15 minuta, 20, besoj që do t'jetë gati. Tash kemi shtruar pak miell, e shtrojmë brumin, edhe sërish pak miell, mandej e mbulojmë edhe e la kështu që të pushoj. Edhe më letë pastaj e kena me qelë petën e madhe. Në ndërkohë po e përgatisim edhe harçin, edhe këtu kam spinaç, shtojmë kryp, pra dikon ndoshta 1 kilogram me spinaç, edhe e përzim kështu mirë. Mandej me dorë e shtypim që ta lshoj lëngun, shtojmë 3 deri në 4 lugë të gjellës me kos, shtojmë gjithashtu 4 lugë të gjellës gjizë, ose gjithmonë sipas shijes edhe sipas dëshirës suaj. Pra 4 lugë të gjellës me gjizë i mbushim mirë, shtojmë pak vaj, krejt i përzim, edhe harxhin për me përgatit
Pra përpeqen për sot e kemi gati. Mund ta përgatesni vetëm me gjizë edhe me vezë, ose mbushjen e bëni si të doni ju vetë. Unë pra sot kam vendosur kështu me përgatit, por që mbushjen do e bëni sipas dëshirës. Tash krejt mbushjen e kemi gati, vazhdojmë edhe marrim petat. Petat janë ftohur, kanë qëndruar në frez, edhe tash më letë do e kemi edhe procedurën e qeljes një pete të madhe. Kështu petat nuk lëvizin gjatë hapjes. E po tash vazhdojmë edhe e qelim një petë të madhe. Gjatë qeljes ose hapjes së petës së madhe, mund të përdori miell, pa problem, por që po e shikoni se brumi sa mirë shkon, edhe nuk lëvizim petat, edhe shumë kollaj e përgatisim recetën. Mirë po gjithmonë do të hapim një petë të madhe, jo të jetë e vogël, pasi që duhet të del jashta tepsie. Pra petën ta hapim sa më shumë. Parafersisht dikon 50-55 cm duhet të hapim petën. Edhe tash marrim tepsien, kemi shtruar letër për pjekje, e vendojmë këtu. Unë e përdora këtë tepsin katrore, por nëse keni tepsi të rumbullakët, pra mundeni edhe në tepsi të rumbullakët, po edhe këtu nuk prish punë, pra mundeni me përgatitë edhe vetëm se ja japim formën e rumbullakët. E shtojmë harxhin që e kena përgatitë më herët. Kështu vazhdojmë me luk, duke e shpërnda mirë në tepsi, por gjithmonë në formë të rumbullakët, sepse thash se përpeqen do t'i japim formë të rumbullakët. Mund t'i jepni edhe formë katrore nëse doni, por kësaj radhe vendosa kështu. E tash këto pjesët që kanë mbetur, pra thash ana është që del jashta tepsisë, ne vazhdojmë edhe i palosim në këtë formë, pasi që kështu përgatitet kjo lloj e recetës. Pra kështu i afroni afër njëra tjetrës, edhe i bojmë bashk. Pasi kena përfundu, nga pak i zgjasim, edhe përpeqen e kemi gati. Furrën e shpëritit e nxeni mirë në temperaturë 250 gradë. Tash vazhdojmë me gjalpin që na ka mbet, do ta lyejmë mirë në të gjitha anët. Në mes e shpojmë pak, sepse kjo pjesë mundet me u fri shumë, edhe tash në furrë të nxehur, në temperaturë maksimale, pra derisa të piqet mjaftueshëm mirë. Përpeqi duhet që të pjeket mirë edhe të skuqet mirë. Në momentin që skuqet, pra ja ndalni pak temperaturën nëse shikoni që po djeget, po mund t'i vendosni edhe foli alumini në ato pjesë ku mendoni që po piqet më shumë, që krejt njëjtë pra ta merr ngjyrën. Edhe tash pasi që është pjek, po e shikoni se sa mirë që është bërë, është fryrë, edhe është tepër i mirë i shishëm, veç e mbuloni, e leni pak për 5 minuta, mandej e kemi gati, pra mundemi me provu këtë përpeq, që bëhet shumë i mirë i shishëm, krokant, pra pjekjen e bëni sipas dëshirës, sa të doni ju e pjekni aq. Tash akoma është i nxehtë, por që do ta provojmë, pra edhe do ta shikojmë përpeqen që e kena përgatitë për sot, një recetë që ja vlen me provu, edhe besoj që krejt keni me pëlqy nëse do e përgatesni.
është tepër i mirë, po e vrehet edhe vetë. Është një recetë tepër e mirë e shishme, provone edhe na shkruani në koment se a jeni të kënaqur me këtë recetë ose jo. Ose kush e ka provu, na shkruani në koment se si e keni përgatitur. Kjo ishte edhe receta që kisha përgatitur për sot. Shpresoj që ju ka pëlqyer edhe kjo recetë. Mirëmbëjtje deri në recetën tjetër të radhës.